është se njeriu para se të fillon kontaktin intim me bashkëshorten e tij, preferohet që ai ta bën një lutje. Preferohet që ai ta bën një lutje. Hadithin që transmeton Buhariu, Imam Muslimi dhe të tjerë nga Ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhuma, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse ndokush prej jush ka dëshirë që të ketë kontakt intim me bashkëshorten e tij, atëherë le të thot bismillahi, pra në emër të Allahut, Allahumma jannibna ash-shaytan, o Allah, në largoje shejtanin, djallin e mallkuar nga ne, wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana, dhe largoje shejtanin, djallin e mallkuar nga ajo që e ke caktuar për ne që të na furnizosh. Pra nëse Allahu azza wa jall ka bërë caktim që ti furnizon këto me ndonjë fëmijë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mundësi që shejtani ta dëmton këtë fëmijë asnjëherë. Kanë thënë dietarët, çka ka për qëllim, nuk ka për qëllim, nuk mundet ta dëmton asnjëherë. Nëse ne shohim se ndoshta e kanë bërë prindërit këtë lutje, këtë dova, mirë, po megjithatë e gjen djalin shembull të lajthitur në disa devijime. Kanë thënë ulemaja se nuk është për qëllim që ky nuk do të bjerë në asnjë devijim, në asnjë lajthitje, në asnjë cytje të shejtanit, ose nuk do të bjerë pre e shejtanit në ndonjë devijim dhe ta ndjek atë. Mirë, po kanë thënë ulemaja se shejtani nuk do të ketë mundësi që këtë tërësisht ta nxjerrë nga Islami. Sa me gjithë ato gjunahe që ka me i bëki, që shejtani ka më mundu që me e deviju, me gjithë atë, ky nuk do të ketë mundësi shejtani që ta nxjerrë komplet prej Islamit. Edhe pse ky hadith ka normal edhe komentime tjera, mirë, po ajo që mendohet se është më saktë, Allahu prapë e din më mirë, është se shejtani nuk do të ketë mundësi që ta devijon këtë njeri.